Të dashur shqiptarë, siç e shikoni, kam vënë një klëf jastëku në kokë, sepse kjo që kam zbuluar, kjo i ka përcen të gjitha parashikimet njerëzore. Më besoni? Ju do vini një klëf jastëku të gjithë shqiptarët sot në kokë. Për atë zot ju betohem, sepse vetëm gjuha shqipe përdor fjalën klëf për jastëkun. Është një fjalë turke. Ne përdorim fjalën klëf edhe për fjalë të tjera, por sidomos për jastëkun. Ju lutem vini sot një klëf jastëku të pastër, të sapolar. I vjen era Moskovoli, era mirë, e pra erë parfum. O zot, vëreni në kokë sot një klëf jastëku të dashur shqiptar, sepse ka ndodhur diçka e jashtëzakonshme. Unë kujtohet se njerëzit e shkretëtirës nuk na donin, ata na kanë dashuruar. Do të tregoj se kush. Norbert Jokli na ka dashuruar neve. Po s'është i vetmi. Kam gjetur një hebrej që na dashuron akoma më shumë, edhe për te varrit, që asnjë se di. Emri i tij është Kurt Latte. E çka bër ky person, do thoni ju? Ka bërë një të pabër të dashur shqiptar. Ju lutem, vini për një sekond një klëf jastëku në kokë. Të gjithë shqiptarët, gazetarët, politikanët, sot do t'jetë dita e klëfit të dashur shqiptar. Është ditë e jashtëzakonshme. Kurt Latte ka bërë një falsifikim në fjalorin Hezikësit të Aleksandrisë. Kurt Latte ka zvendësuar fjalën Helion, që është gjinore shumës, banor i qytetit Helis, aty ku unë kam zbuluar fjalën vëlla, bra. E pra këtë fjalë ka zbuluar para meje në vitin 1913 Kurt Latte. Dhe ai u tmerrua. Që bën ai? Zvendëson gjinoren shumës, Helion, me gjinoren shumës, Ilirion. Për atë zot ju betohem. Dhe e kam gjetur këtë krejt rastësisht. Dhe se di njeri në botë. As grekët jo. Tani përse bërja këtë ndryshim, ishte kulmi i luftës Greqi-Shqipëri. Greqia kërkonte ta pushtonte Shqipërinë. Midis viteve 1912-1914, Greqia nuk e njohu pavarësinë e Shqipërisë. E donte të gjithë sepse tokat shqiptare kanë emra helen. Lisus, Guri i Lëmuar, Lezhë. Skodra, Skodrinon, qytet helen. Labjatan, qytet helen. Damastinon, qytet helen. Aulon, Vlona, qytet helen. Dyrakion, Durrësi, qytet helen. Ç'të të them o bir? Po ç'të të them o bir, vëre këllëfi në kokë o bir, të lutem. Në kulmin e këtij konflikti Greqi-Shqipëri, ku Greqia hyri në Shqipëri, e pushtoi të gjithë Shqipërinë e Jugut, Austria i thot largohu nga Shqipëria. Akademia e Austrisë pikërisht në këtë moment vendos të përkthej fjalorin e Hezikësit të Aleksandrisë për të gjetur atje elementet e gjuhës shqipe dhe i gjejnë. Po ku i gjejnë? I gjejnë në Greqi, jo në Shqipëri. Ashtu siç e kam gjetur dhe unë. Kujtova se isha i vetmi. Jo. I kanë gjetur austriakët një shekull më përpara meje. I kanë fshehur dhe kanë ndryshuar fjalorin e Hezikësit të Aleksandrisë. E përsëris, kanë ndryshuar fjalën Helion, banorët e Helis, aty ku janë bërë lojrat olimpike, dhe e kanë ndryshuar në Ilirion.
Po askujt si ka shkuar ndërmend që ky është një falsifikim. E kanë bërë për të shpëtuar Shqipërinë, për të thënë që Shqipëria është një gjuhë indo-europiane dhe fjala bra, vëlla, gjendet në gjuhën shqipe dhe në gjuhën ilire. S'është e vërtet. Kjo është gjetur në Greqi, kjo fjalë. Në qytetin Elis, ku bën për të parë lojrat olimpike, aty ka lindur dhe koncepti Hellas në lojrat olimpike, që u organizuan për të shmangur konfliktin midis Athinës dhe Spartës. Ju betohen. Lojrat olimpike shkaktuan bashkimin shpirtëror të gjithë grekërve në lojra olimpike, në vend që të luftonin me shpata. Të vërteta filluan të luftonin me shpata prej druri dhe aty lindi emri i fisit i lirë Palaroi, nga latinishtja palus, do të thotë të luftosh me shpata prej druri, zbulimi. Por fjala bra nuk është zbuluar në iliri, edhe një herë është zbuluar në Elis ose Helis, që Jokli e nxjerr nga fjala vjel e shqipes. Ju betohen, pra të Zot që është në qiell, dhe vendosin fjalën bra, vëlla, në iliri. Thonë është fjalë ilire, nuk është e vërtet. Është gjetur në Greqi kjo fjalë. A dini ju që në Greqi është gjetur qyteti Luludhi ose Lule nga unë? A dini ju që nga unë është gjetur qyteti Klaja, me qa, perëndia e vajtimit, nga unë në Greqi? A dini që është gjetur nga unë qyteti Arba në Akaja, nga unë në Greqi? Dhe plot qytete të lashta shqiptare në Greqi. Por jo në Shqipëri, në Greqi janë gjetur të gjitha. Dhe në Greqi është gjetur fjala vëlla. Në qytetin Helis. Dhe Kurt Late, shoku i Joklit, e ndron fjalën Helion, banorët e qytetit Helis, në Ilirion, në Ilir. Ju lutem, vjeni pak në kokë një këllëf, ju lutem, të gjithë shqiptarët, sepse ky person, Kurt Late, bashkë me Norbert Joklin, kanë shpëtuar Shqipërinë. Akademia Austriake i deklaron Greqisë që Shqipëria është një vend i lashtë, që fjalë të lashta ilire gjenden në Shqip. Jo, kjo është fjalë greke, bra. E dialektit Helis, një dialekt i çuditshëm, që quhet gjithashtu gjuhë pellazge nga Homeri, sepse nuk kuptohej dot. Helenët i thon vëllezërve adelfoi, ndërsa banorët e qytetit Helis i thon bra, do të thënë vëllezër, vëlla. E pra kujtoje se unë kam bërë këtë zbulim. Para me i ka bërë Kurt Late. Dhe që bën ai? Falsifikon fjalorin e Hezikësit të Aleksandris. Dhe kjo është zbuluar nga unë, sepse unë zbulova fjalën bra në qytetin Helis, një lloj si Kurt Late. Ja tregoj këtë gjithë shqiptarëve. Dhe kjo nuk është futur në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Jo. Këtë kam futur unë. Dhe më duke vetja shumë krenar, jashtëzakonshëm. Çfarë të merri? Pra ata kanë shpëtuar Shqipërinë, pastaj Greqia u detyrua të largohej nga ky vend i lashtë, nga ky vend i lirë. Ndërkohë që fjala bra është fjalë greke. Vëllezër, por një dialekt i panjohur grek i folur në Elis, të dashur shqiptar, jo i folur në Shqipëri. Jo, nuk është gjetur fjala bra në Shqipëri. Jo. Jo, ju lutem, vjeni klëfi në kokë, të dashur shqiptar, na ka shpëtuar Norbert Jokli dhe Kurt Late. Që të dy. Jokli ka thënë që shqiptarët janë i lirë. Jokli i vetmi. Pastaj këta këmbgulën kaq shumë sa që dhe akademikët e tjerë austriake morën për të vërtet. Nuk gjetet fjala që të dy ishin hebrenj, shok, miq të ngushtë, që të dy u përjashtuan në vitin 1936 nga akademika austriake, kur fuqinë e morën
pikërisht idhtarët ati me mustaqe të shkurtra. Dhe Shqipëria nuk e shpëtoi Joklin, megjithëse ai donte të vinte në Shqipëri. O Zot, çfarë janë shqiptarët? Fëllësira jemi, apo jo? Nuk mbrojtëm dot Joklin. Nuk gjej dot fjalë. Shikoni vetë këtë që ka ndodhur dhe ju lutem mbani një klëf jastëku që sot të tutje. Ky është flamuri ynë. Klëfi. Sepse flamuri i Shqipërisë është flamuri i Bizantit. Është flamuri që përdor Vorjo Epiri. Ushtarët e Vorjo Epirit mbajnë flamurin ton. Me shqiponjën 2 krenare, është shqiponja e Bizantit, jo shqiptare. Nuk është simboli ynë. Edhe fjala bra nuk është fjalë shqipe, është fjalë e një dialekti grek, të folur në qytetin Elis, në vendin ku bën për herë të parë lojrat olimpike. Po, a ka çmenduri më të madhe se sa kjo? Pra në kulmin e luftës Shqipëri-Itali, kur ishte e pushtuar Shqipëria nga trupat greke, Kurt Late falsifikon fjalorin e Hezikësit Aleksandris dhe thot grekëve ikni tani se ky është një vend i shenjtë, i lashtë, Shqipëria, vendi i lirëve të pamposhtur. Ai e kuptoi që ilirët flisin dialekte helene. Prandaj bëri këtë falsifikim. Përndryshe pse do ta bënte? Ai e dinte që shqiptarët nuk janë ilirë. E ka fshehur. I ka bërë një nder të madh Shqipërisë, e ka shpëtuar Shqipërinë. Prandaj u tërhoq Greqia me kërkesë të austriakëve. Dhe ata kishin argument që Shqipëria është vendlindja e ilirëve, kur gjetur fjala vlla, bra, në fjalorin e Hezikësit të Aleksandris, nga Kurt Late dhe nga Norbert Jokli, që të dy kanë falsifikuar për të shpëtuar Shqipërinë, që në fakt e donin për vete. Që ta dini, hebrejt kanë menduar që të ngrenë këtu kolonitë e tyre të para në Shqipëri. Ky ka qenë plani. Pra se kanë bërë nga dashuria e madhe për Shqipërinë, jo. Por i bën një qok Shqipërisë dhe prisin që shqiptarët të shpëtonin hebrejt. Nuk dihej akoma që hebrejt do vendoseshin në Palestinë. Jo. Nuk dihej që do humbiste Gjermania luftën e dytë botërore, absolutisht fare nuk dihej. Pra planet ishin që të sillnin hebrejt në Shqipëri. Këtë do ta realizoj kryeministri shqiptar, mos u merakosni fare të dashur shqiptar, prandaj ka marrë ai gjitha këto dekorata nga hebrejt. Mos u bëni merak. Ata do vinë këtu. Nuk ka rrugë tjetër. Pse? Sepse është shumë e vështirë të jetosh midis armiqësisë së arabëve. Domethënë, do e ngrenë një bazë shpëtimtare në Shqipëri, hebrejnë, t'jeni të sigurt për këtë. Nuk keni nga shkoni, por hebrejnë na kanë shpëtuar. Kanë falsifikuar historinë e shqiptarëve. Na kanë bërë ne ilirë, kur ilirët ishin grek. Shikoni se është çmenduri. Kjo s'ka ndodhur ndonjëherë. Kur? Në asnjë histori të një kombi në botë, nuk është falsifikuar historia deri në këtë shkallë. Është një lloj sikur spanjollët thonë që ne kemi ndërtuar piramidat e Aztekëve. Dhe të bien dokumenta. Këtë kanë bërë Norbert Jokli dhe Kurt Late. E kuptoni apo jo? Monumentet e Butrintit, të Bylisit, të Apollonis, ato i kanë shfaqur si ilire. Po ilirët flisin greqisht, të dashur shqiptar dialektin dorik. Ta shikojmë këtë falsifikim që ka bërë Kurt Late bashkë me Norbert Joklin, se nuk ta merr mendja që kanë bërë një gjë të tillë, po sidomos data, viti 1913, kur është bërë ky falsifikim është shumë i rëndësishëm. Shqipëria ishte pushtuar nga Greqia. Ndërkohë që qytetet e veriut ishin pushtuar nga serbët dhe malazezët. Austria përzë malazezët nga Shkodra, përzë ushtrinë serbe gjithashtu nga veriu i Shqipërisë dhe përzë grekët nga Shqipëria e Jugut, Austria, na shpëton neve. Dhe falsifikon fjalët e ilirëve, i thonë që janë fjalë shqipe. Ta shikojmë se është çmenduri. Të dashur shqiptar, pranojeni, kjo që ka ndodhur e ka përcen
imagjinatën njerëzore, madje dhe imagjinatën hebreje. Domethënë, një falsifikim të tillë nuk kanë bërë asnjëherë. Absolutisht, në historinë e botës, shkencëtarët e kanë bërë për të shpëtuar Shqipërinë. Shkencëtarët hebrej. Në vitin 1913 e kam shënuar me të verdhë, 2 shkencëtarë gjerman, Kurt Latte dhe Ludwig Dubner, vendosin urgjentisht të përkthejnë fjalorin e Hezikësit të Aleksandrisë për të shpëtuar Shqipërinë, për të nxjerrë fjalë i lire shqiptare. Dhe nuk i gjejnë, kuptohet, që bëjnë ata, falsifikojnë fjalorin e Hezikësit të Aleksandrisë dhe da tregojnë se ku është bërë ky falsifikim. Pra, ata ndryshojnë emrin Heleios me emrin Ilirios, me argumentin që fjala bra është e shqipes. Kjo është çmenduri, kjo që ka ndodhur. Shikoni me vëmendje, ky është qyteti Helis. O Zot i madh, o Zot në qiell, banori i qytetit të Helis quhet Heleios. Dhe gjinoria shumës e gjinisë mashkullore, femërore dhe asnjanse është e njëjtë, Heleion. Ja do ja tregoj unë tani. E shikoni, është Heleion në gjinin mashkullore, është Heleion në gjinin femërore dhe është Heleion në gjinin asnjanse. Ç'bën pikërisht Kurt Latte? Zëvendëson fjalën Heleion me fjalën Ilirion. Ta shikojmë. Ky është fjalori i Hezikësit të Aleksandrisë dhe këtu janë fjalët e qytetit Helis. Banorët quhen Helioi, të gjithë. Shikoni? Dhe ç'bën ai? Në origjinal kjo është Helioi dhe Kurt Latte e ndryshon Helioi, ose më saktë Helion, e ndryshon në Ilirion. E bën këtë falsifikim për të shpëtuar Shqipërinë. Për të vërtetuar që fjala bra, adelfoi, vëllezër, të përkoj me fjalën shqipe vëlla, ja shikoni vetë. Këtë përsjatje ai e ka bërë në vitin 1913, për herë të parë. Kjo është çmenduri. Askush s'e ka vënë në re një gjë të tillë përveç meje. Ja ku e kam vënë unë. Këtu. E kam shënuar me të verdhë. Kurt Latte ndryshon fjalën Helion, ja ta shënojmë. Ndryshon me fjalën Ilirion. Ky është një falsifikim i pastër, që askush nuk e kanë vënë në re përveç meje. Absolutisht askush, dhe unë këtë e zbulova rastësisht kur gjeta fjalën vëlla në gjuhën e folur në Mesenja. Në Mesenja, pikërisht, atje ku ka lindur gjuha mesape, atje ku është gjetur edhe fjala bile e shqipes, është në gjuhën mesape, por ishte gjuhë greke, edhe gjuha mesape. Duhet shikoni filmat për mesapishten. Pra edhe gjuha mesape ishte dialekt helen, edhe gjuha e qytetit Elis ishte dialekt helen. Pse? Do shikoni të gjithë filmat e mi për dialektin Elis. E shikoni? A i ka ndryshuar të gjithë emrat. Helioi në Ilirioi. Kurt Latte e ka bërë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ka falsifikuar fjalorin e Hezikësit të Aleksandrisë. Të dashur shqiptar, Norbert Jokli t'i vjen shumë turp për këtë falsifikim. Dhe ç'bën Norbert Jokli? E heq fjalën bra nga fjalori gjuhëve indo-europiane, nuk e përfshin aty. Kjo ishte një zgjidhje e përkohshme për të shqiptuar fjalën bra si fjala vëlla. Ngjajnë, por nuk ka garanci që kanë të njëjtin burim. Në qoftë se kanë të njëjtin burim, atëherë ndryshimet fonetike të shqipes janë ndryshimet fonetike të greqishte, sepse vetëm në greqisht b-ja bëhet v. Aq më keq akoma, në qoftë se fjala bra është origjina e fjalës vëlla. Domethënë nxjerr gjuhën shqipe greke fare të pastër. E dini ju që nga fjala erhome, koha e kryer e thjesht,
Veta e parë është ertha. Nga kjo ka dalë infinitivi shqipes me ardh. Ky është zbulimi im. A e dini ju që fjala shqipe prisha, me prish, vjen nga gjuha e Homerit, prio, një lloj. Dhe koha e kryer thjesht gjendet vetëm në gjuhën shqipe. Dhe unë kur e kam parë këtë, kam qarë në mes të rrugës, do ta shikoni këtë film. Lotët e mëdhenj që kanë derdhur, kokrat e lotit, si kokra rrushi. Sepse isha shumë i tronditur që zgjedhimi i foleve në shqip përkon me dialektin jonik. Zbulimi im, që gjuha shqipe e nxjerr infinitivi nga Oristi Helen. Zbulimi im. I pa imagjinueshëm. Zbulimi im, fjala mia e helenishtes bëhet myza në gjuhën e Cakonjes dhe miza në shqip. Zbulimi im. Fjala pordhi në gjuhën e Atikës bëhet pordha në gjuhën shqipe dhe në dialektin pontik. Pra në Shqipëri janë folur dialekte të ndryshme helene. Nuk është vetëm jonik. Dialekti i Kretës është gjetur. Breukoi në gjuhën e Kretës do të thotë larvat e bretkosës. Janë gjetur në Shqipëri 25 dialekte helene, ju betohem. Dhe fjalë të ndryshme të dialekteve helene janë ngurtësuar në gjuhën shqipe, përfshi dhe fjalën shega. Është me origjinë nga helenishtja, shega, dhe gjendet vetëm në shqip, jo në greqisht. Do mahniteni nga filmat e mi. Do mahniteni, por ju lutem bani më një klëf të pastër i Azteku ta vini në kokë në këtë ditë të bukur të qershorit çdo vit. Kjo është dita e klëfit. Sa ajo që u ka bërë Kurt Latte grekërve, i ka kthyer në drilon të dashur shqiptar, të gjithë grekërit e hëngrën që shqiptarët janë i lirë. Unë kujtoj se ata e dinin. Unë kujtoj se grekët ne na kanë mashtruar që të bëjmë ne gërmime për llogaritë të tyre. Jo, grekët se kanë ditur fare që shqiptarët nuk janë i lirë, ose më saktë, shqiptarët kanë elemente të dialekteve helene në gjuhën e tyre, por fjalët i lirë janë folur në qytetin Elis. Dhe Kurt Latte ndryshon fjalën Helion në Ilirion. E pat vetë. Pranoni. Sot është dita e klofit, pa për grekët. Edhe grekët du ta vënë një klof në kokë, pikërisht këtë ditë. Sepse janë mashtruar. Ata u larguan nga Shqipëria, pranuan që shqiptarët janë pasardhës të ilirëve, me kërkesë të Akademisë Austriake. Shikoni se çfarë bën hebrejt. Domethënë, këtë që kanë bërë hebrejt për Shqipërinë se ka bërë njeri në botë. Absolutisht, kjo është e paparë në historinë e njerëzimit, kjo që ka ndodhur. Pra këtë film do ta shikojnë ndoshta me miliona vetë në botë, do qeshin, do kukurisen, do thonë se si e besuan grekët këtë. Pra edhe një herë, unë kam kujtuar që grekët na kanë bindur ne që ta quajmë vetëm ne i lirë dhe pellazg në mënyrë që ne të restaurojmë rënojat e qyteteve greke. Ky ka qenë mendimi im. Nuk e dija unë që Akademia Austriake ndryshon fjalorin e Hezikiut të Aleksandrisë për të gënjur grekët që të tërhiqen nga Shqipëria. Ndryshe nuk do kishte Shqipëri. Po ashtu ata kërcënuan malalzezët të largohen nga Shkodra. Këtë Shqipëri që kemi ne sot e kemi nga austriakët, ose më saktë nga hebrejt në Akademinë Austriake. Madhështore. Pra, shiko, nëse ata na kanë dashur ne më shumë se sa ne duam veten tonë, kjo është e jashtëzakonshme. Pra ne duhet ta duam veten tonë, duhet ta duam Shqipërinë. Këtë Shqipëri që kemi na e kanë dhënë hebrejt, që punonin në Akademinë Austriake. Pra të zot ju betohem. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Ne I kemi mashtruar grekët që jemi I lirë. Mirupafshim.